Tjetër që zonat e mbrojtura përfaqësojnë edhe një pjesë të trashëgimisë, të veçantisht të asaj që është një vend dhe prandaj mbrohen, sepse nuk mund të gjesh dot lagunën e Karavastas diku tjetër, nuk mund të gjesh dot Nartën diku tjetër, Butrintin diku tjetër, Alpet shqiptare diku tjetër dhe bëhen fjalë për atë që është krenaria shqiptare. Ajo që ndodh me këtë ligj praktikisht është që ne mund të ndërtojmë kudo. Pra në çdo pikë të zonës së mbrojtur mund të jetë një pikë e vogël si ajo e Mirela Kumbaros, pra një kompleks, një resort, vilash, një kompleks hotelesh, çfarë të duan ata. Duke hequr çdo kufizim, praktikisht ti nuk ke më mbrojtje, që do të thotë në dëshirën e Edi Ramës sot apo një kryeministri tjetër nesër që do të ndërtojnë në parkun e Botrintit 10%, ndërton 10%. Do të ndërtojnë 20%, ndërton 20%. Do ta bëj komplet me vila, nuk është ndaluar. E shkatron komplet dhe bën 100%.